Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Falënderimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Mëshira Allah të me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala sot do të flasim rreth disa cilësive të cilat I ka pas një e Musës alayhi salatu wassalam. Dhe me mbarë mësim e që të I thojmë gjithë se cilit musliman bëhu si muslimani në kohën e Musës alayhi salatu wassalam. Mundohu më bëhë sigur një besimtar që ka qenë kohën e Musës alayhi salatu wassalam. Kjo për dy arsye. Arsyeja e parë, ngjashmëria e gjendjes së situatës në cilën ka qenë ky musliman kohën e Musës alayhi salatu wassalam dhe muslimanëve të cilët që gjenden sot. Dhe çështja e dytë, obligimet që I ka pas ai musliman me ndihmu Musën alayhi salatu wassalam dhe obligimet që I kemi na me ndihmu fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ka sjell disa shembuj në Kur'an për mirë, edhe ka sjell disa shembuj në Kur'an për keq. Shembuj të cilët I ka sjell Allah subhanahu wa ta'ala për mirë në Kur'an, duhet me u munduar edhe ne I pasojmë ata shembuj, sikur që kanë qenë ata më përjashtim nëse ka ndonjë ndryshim I dispozitës. Kurse shembujt të cilët I ka sjellë Allahu subhanahu wa taala për keq në Kur'an, duhet me u mundue, me u largue nga ajo vepër të cilën Allahu subhanahu wa taala ka përmendur si shembull të keq në Kur'an. Këtë rast, Allahu subhanahu wa taala ka sjellë një shembull të mirë në Kur'an në kohën e Musës alayhi salatu wassalam, se çish u gjin një besimtar, një musliman. Dhe tregimet që I sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nuk janë tregime me I shnuar fëmijët me flet në gjumë. Ja ka thënë këto tregime para se me zonë gjumë, me flet me këto tregime. Jo. Se Allahu subhanahu wa taala e ka prua fjalët e veta në Kur'an, fjalë përmbledhëse, të cilat kanë me qenë ibadet për gjithë secilin musliman që I lexon ato deri në ditën e Kiametit, në të jenë përfshirë dispozitat të gjitha për të cilat kanë nevojë krejt njerëzimi deri në ditën e Kiametit. Më thonë se ato fjalë të cilat janë në Kur'an janë fjalë të zgjedhura. Nuk është Kur'ani I mbushur me tregime se s'ka pas çka më shtihen këta, e ka shtir disa tregime, jo. Por gjithë secila fjalë, gjithë secili ajet, gjithë secila shkronjë, gjithë secili tregim, gjithë secila dispozit, gjithë secila ndalesë, gjithë secila lejesë që ka ardhur në librin e Allahut subhanahu wa taala, ka ardhur me qëllim edhe është tepër e rëndësishme për besimtarët me I ndëgjua dhe me nxjerr mësime prej tyre. E kem për qëllim me thonë se tregimet të cilat kanë në Kur'an nuk janë tregime të rastishme, as nuk janë tregime pa vlera. As që kanë ardhur me mush Kur'anin zbrastinën se s'ka pas më shka më mush. Jo. Për shkak se Allah subhanahu wa taala në Kur'an e shifni në shumë çështje, Allah subhanahu wa taala e përmend vetëm çështjen kryesore. Pastaj shpjegimet ja lën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për çështjeve të mëdha, sigurisht çështja e haxhit, sigurisht çështja e zakatit, sigurisht çështja e xhirimit dhe çështje të tjera. Çështja e namazit, Allah subhanahu wa taala vetëm thon Kur'an falë namazin. Ama sa kohë I fal, sa rakatet I fal, kur hin kohë namazit, kur do të më fal, çish do të më fal, to si ka përmendur Allah në Kur'an. Ato I ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thonë se Allah ka përmend çështjet kryesore, pastaj shpjegimet I bie pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për çështjeve që janë tepër të rëndësishme, që I ka përmendur Allah subhanahu wa taala në Kur'an, është çështja e këtij besimtari në kohën e Musës alayhi salatu wassalam. Dhe këtë që thamë kem për qëllim se ky tregim I cili ka në Kur'an nuk është tregim I thjesht, as nuk është tregim që I ka mbush vetëm faqet e Kur'anit, por është një tregim për një besimtar
i cili e ka vërtetuar imanin e tij, sipas këtij besimi ose sipas këtyre punëve duhet me vazhdua me qenë edhe besimtarët e tjerë, nëse dëshirojnë me quhen vend ata me të cilën i ka ngarkuar Allahu dhe ka kërkuar prej neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja fillon kështu. Faraoni tregimi. Faraoni e bën një mbledhje me parinë e vet me diskutua për terrorizmin global. Wa qala Firaun dharuni aqtul Musa. Edhe i thot atyre njerëzve që i ka pas afër në mbledhje, ata kryesorët e udhëheqjes, thot kemi vendosur me myt Musa alayhi salatu wasalam. E thot parijës vet, dharuni aqtul Musa. Ma pranoni edhe votoni edhe ju, por bashkangjitni me mua se duhet me myt Musa alayhi salatu wasalam. Se me myt Musa alayhi salatu wasalam, inni akhafu an yubaddila dinakum aw yudhhira fil ardi al fasad. Thot Firauni se do me myt Musa alayhi salatu wasalam se po tutna po e prish fejen Musa alayhi salatu wasalam. Aw yudhhira fil ardi al fasad, ose do me bën fesad, shkatrim tokë. Tash Firauni po tutet, shumë çudi është kjo. Firauni ka dërt se Musa alayhi salatu wasalam pe prish fejen. Tash në realitet kush do të prish fejen? A Musa Firauni? Firauni e prish fejen. Fa qala ana rabbukum al-a'la. A ka thonë jam Zoti, jam Allah. Musa alayhi salatu wasalam Allahu ka thënë pejgamber, ja ka thonë edhe të vratin, me mësua njerëzve fejnë besimin e Allahu subhanu ta'ala. Po kur kthehen gjonat prap, ai cili e prish fejnë, atina i thuhet se po thirrën paqe, ai cili e rregullon fejnë, atina i thuhet terrorist. Thënë Firauni që ka prish fejnë, e ka thonë vetës Zot, e ka prua ligje vetë që shka dosht ai, ka gjykuar me ligjet e veta, jo me ligjet e Allahut, i ka myt njerëzit kur ka dosht vetë, ja ka marrë pasurinë që shka dosht vetë, ju ka bot atime që shka dosht vetë, gjithë shka ka punuar vetë me ment e veta. Dhe krejt to që i përmenëm për çështjeve të kufrit, çështje që kanë prish fejnë, vetë Firauni ka prish fejnë, me formimin e shtetit kufrit, me udhëheqjen me kufër, me gjykimin me ligjet e kufrit, me vetë që i ka pruar ato ligje, me pengimin e fesë, atë ky që ka prish fejnë. Musa alayhi salatu wasalam nuk ka ndonjë pushtet në këtë kohë. Vjen më thonë njerëzve, Firauni nuk ka Allah, se Allah është Allah subhanahu wa taala, kjo në krijesë, sikur që janë krijesat e tjera, nuk duhet me gjykuar sipas ligjeve të shtetit të Firaunit. Asku na do ligje që i kanë marruar njerëzit, që i kanë shpik njerëzit, që i kanë shkruar njerëzit, po duhet me gjyku me ligjet e Allah subhanahu wa taala. Nuk duhet me ia bëj adhurim kërkujna përveç Allah subhanahu wa taala. Tash cili është ky që të prish fen? A Musa Firauni? Ja Firauni o të prish fen. E në opinion ç'është dihet? A Musa me prish fen a Firauni? Ja Musa. Për shkak se ai në mbledhet nivelet nalt atje, thotë do të më myt këto. Pse më myt? Për shkak se është të prish fen. Au yudhira fil ardi al fasad, dhe po bën fesad, çrregullime, shkatrim tok. Tash kjo ka shkatruar vet. Kur vjen Musa alayhi salatu wasallam me kallëzuar se ti e ke prish këto, e ke shkatruar, do të më ndryshoj këtë punë, do të më bëj sikur thonë Allah, tash nuk e thon atij që i ka pruar këto ligje shkatrues, po i thon atij që i pengon këto ligje shkatrues. Ose atij që fol kundër këtyre ligjeve, i thon ky ka fat se po anon lirinë të shprehurit. Ata për shembull e bojnë ligjin për më martuat njëjtë të zgjenik, kjo e keni shkatruar. Tash kur dalin disa njerëz më thonë se kjo është e keqe, thonë ky i pengon drejtat e njerit. Tash nuk është puna se ky i cili flet për ligjet e Allahut, i cili flet kundër haramit, i cili urdhnon për të mirë dhe ndalon për të keqe, nuk është ky të bëj fesada se i prish drejtat e njerit. Po këta kur e kanë mbruar këtu, kur e kanë ndruar fen, kur e kanë ndruar ligjin e Allahut me ligjin e kufrit, këta kanë prish. Edhe thanë do me myt Musa alayhi salatu wasalam, për shkak se po mendojmë se Musa alayhi salatu wasalam është të prish fen dhe është të bësh shkatrimin tokë. Në këtë mes të këta njerëz, në këtë parlament po thonë në thojza, në këtë qeveri u ka një njeri musliman aty prezent.
e ka nitu i fol të fjallë. Ka një se Firauni do me pru vendim me mytë Musën a.s. Dhe pa akuzon Musën a.s. se Musa pe prish fen, edhe për bon shkatrime në tokë. Ky si besimtar e ka detyrë tash me mas pari këtë lajme me apru Musës a.s. me thonë se mushrikt që fort janë të pregadit me të mytën tyre. E dyta ky me dhoni një kontribut me i kundërshtua këtat që janë të rejt për Musën a.s. edhe me përkra Musën a.s. Të kush më në qysh me përkra Musën a.s. në parlament ashtë të sënë që është para parlamentit me folë për njerëzit cilët duhen gjihad në rrugën e Allah me thonë atë e në të mirë, se së është vene. Ja, është duhet. Nëse me një vend akuzohen musliman pa të drejt, bie të vendim me i mytë musliman, shpifet kundër muslimanve, gjithse cilin që është musliman e ka detyrë. Me sjell planet e qufarve tek musliman, me i lajmërua se shka në të mënua ata për neve, dhe me demantua atë që e thonë qufart kundër muslimanve, dhe më qua me folë për musliman. Nëse nuk folin mbrojtjet muslimanve, atëre dhe atë në qafira, sikur këta, të cilët e kanë prish fen, edhe organizojnë me bon mbytjen e njerëzve të fesë, për shkak se mbytja e njerëzve të fesë është kufër. Mbytja e muslimonit, mbytja e njerit, nuk është kufër. Mbytja e njerit, nuk është kufër. Mbytja e njerëzve të fesë është kufër. Më thonë me myt një njeri, për probleme diçka që ke pas me ta, për mos marrëveshje, nuk është kufër. A me myt një musliman për shkak të fesë që e ka ky, më thonë për shkak davetit që ato e bo, për shkak menhegjit që e ka ky, për shkak që lyp ky shariat kjo kufër. Dhe çdo kush që i myt këta është kafir, dhe çdo kush që nuk i kundërshton këta është kafir. E që rrim me ta, e nuk ja kthen kundër atyre, nuk fol kundër atyre në mbrojtjen e muslimanëve, edhe ai është kafir. Ky muslimani, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, faqala rajulun mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanehu ataqtuluna rajulan an yakula rabbi Allah. Tha Allah, në këtë kohë kur folki e Firauni, me ke planën për me myt Musën a.s. dhe shpifte për ta se është të bashkatrim edhe peprish fen, faqala rajulun mu'min. Thotë Allah ka qenë një burr musliman. Në këtë mes, min ali Firaun pi familjes Firaunit. E që vështërson çështën, hala ma vështirë bën. Se Firauni ishte familje tjetër. Benu Israil ishin familje tjetër. Dhe ta nuk ishin një komb, nuk ishin një gjak. Firauni kishte parit vetën, familjet vetën, lozt vetën, komb vetën. Kurse Benu Israil ishin popull tjetër që i nënçmonte Firauni e i myte, edhe i përdorte ata me punue për Firaunin, edhe për shtetin e Firaunit. Është një besimtar i familjes Firaunit. Nuk ishte Benu Israil, ishte bi familjes Firaunit edhe rreth i Firaunit. Yaktumu imanehu, i cili imanin e mante bësheft. S'ka guzu më kallzu imanin, për shkak se i myte Firauni çdo kush që u bënte besimtar në familjen e Firaunit. Dhe këto rregullat që i kanë pas mushrikt, nuk janë rregullat të sodit, edhe këto mushrikt e sodit, edhe këta qufar që i kanë ato rregullat e tyre kundrejt muslimanëve nuk janë të sodit. Ato i kanë pe baballarëve, stërgjishve të vet. Mo ka një musliman me mjekër nuk do të më punua në shtet, mo ka një me mboles nuk do të më punua në institucion shtetëror, ato, domethënë nuk kanë që i kanë mësuar këta sot, ja ka mësuar dikush. Këta i kanë babgjysht pi kufrit mësuar me këto. Se Firauni në familjen e vet nuk ka lënë njerëz cilët janë besimtarë, vetë se i ka myt. Dhe ky e ka mshef imanin, s'ka guzuar më kallzu para Firaunit që është musliman, megjithatë këtë pozitë vështirë që është, megjithatë kur i nin këta njerëz të fol, kur i nin Firaunin të fol për Musën, edhe planet e Firaunit me myt Musën, edhe shpifjet që ja qet Musës a.s. ka thonë ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, apo mytni një njeri veç se ka thonë Zoti im është Allah subhanahu wa taala. Kontributin që ka mujt me thonë ky në këtë rastin çdo fjalë. Me kundërshtue vendimin e Firaunit për mbytjen e Musës, edhe shpifjet se Musa pe prish fen i kanë përmbledh në dy fjalë. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, a be mytni njërin veç se po thot
Zoti jem është Allah, a këtë kohë me thonë Zoti jem është Allah nuk është Firauni, u konë krim. A kuptum? Se Firauni ka thonë, unë jam Zot. Tash me thonë, ja, ti nuk je Zot, na nuk njohë me, as nuk i njohë me ligjet e tua, po njohë me një Zot tjetër, cilin i thotë Musa, a.s. Kjo ka qenë vepër e dënuar. Ose për shembull me thonë se edhe dikush tjetër, i cili dëshmon se ka Zot tjetër përveç Firaunit, edhe ai mundet me pas drejt, edhe ai mundet me pas mirë, edhe kjo ka qenë vepër e dënuar. Atëherë çka thotë? Kënë metodën mënyrën e vet, të qëtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, a me myt një njerin veç se po thotë Zoti jem është Allahu subhanahu wa taala. Vasnolet me kaq edhe shton diçka, thotë wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Edhe bile ju ka prua argumente, fakte prej Allahut juve. A kuptu? A pe mytni një njeri i cili veç për shkak se thotë Zoti jem është Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, edhe këtë që po thotë që nuk është të thonë kot, po ka prua argumente, ju ka prua juve prej Allahut juve. Do thonë ky direkt i kallzon se Firaunit se unë nuk jam të besuar ty si Zot. As nuk pranoj ty si Zot, po as që je ti Zot, po Zoti jot është Zoti i Musës, edhe Zoti juve krejt është ai Allah për cilin po thirr Musa alayhi salatu wassalam. Faqad ja'akum bil bayyinat, edhe ato që po fol Musa ka argumente, fakte min rabbikum prej Allahut juve. Tash kush prej neve, nëse i petrasti me net në vendet e kufrit, në vendet në cilat mirën vendime kundër njerëzve të cilët luftojnë për fenë e Allahut dhe me prunë shariatin, kush quhet me thonë, ata kanë argumente në atë që e bojnë prej Allahut subhanahu wa taala. Kanë fakte, argumente prej Allahut subhanahu wa taala, prej Allahut që është Zoti jonë dhe Zoti juve. Kanë ligje që i ka prua Allahu subhanahu wa taala që i prish ligjet e juve dhe ligjet e juve. Nëse banë barabar me ligjet e Allahu subhanahu wa taala, kjo do të thonë se nxjerr atë person, atë njeri nga feja, nga dini, wa aleikum assalam wa rahmatullah, edhe nëse ka qenë përpara besimtar. Fa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu. Nëse supozohet, nëse ai është gënjeshtar, fa alayhi kadhibu, gënjeshtra nuk i shkon atij në larg. Nëse është gënjeshtar, e marrin vesh njerëzit, e marrin vesh populli, nuk i vjen atij ndihma Allahu subhanahu wa taala. Fa alayhi kadhibu, atij kam ju kthyer rrena për vete. Për shkak se në hadithet e tjera, pejgamberi sallallahu shpjegon se nuk ka kush i cili pretendon shpolljen, i thot vetes që është pejgamber, nëse nuk është pejgamber, vetë se ka me nënçmuar dhe poshtruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ka kush që është pejgamber për një me, vetë se ka me ndihmua dhe me vlerësua Allahu subhanahu wa taala. Tash janë rregullat e pejgamberëve, e që i ka njoft, edhe duhet me njoft gjithë secili musliman. Rregullat e pejgamberëve janë kështu. Nëse dikush prej njerëzve pretendon se është pejgamber, e në fakt nëse nuk është pejgamber, këtë njeri ka me nënçmuar dhe poshtruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk e ndihmon, normal se ndihmon atë që është pejgamber. Nëse është pejgamber, atëra Allahu subhanahu wa taala ka me ndihmua dhe ka me vlerësuar me çmuar shumë. Dhe ndihma pastaj Allahut ose është me ndihmuar këtë dynjë duke e vendosur shariatin e Allahut, ose ja jep ndihmën ditën e Kiametit kur ndëron edhe shtin në xhennet. Tash ju do më tregoj se Musa alayhi salam për atë që po e thot ka argumente prej Allahut subhanahu wa taala. Po nëse dyshon dikush prej juve se a ka argumente, as ka argumente, po alon. Ta kshyrmi tash, pse me mytën edhe? Alon ta kshyrmi, nëse është pejgamber, këto ka me ndihmu dhe vërsu Allahut. Nëse nuk është pejgamber, këto nuk e ndihmon Allah dhe ka me poshtru. Fa alayhi kadhibu, edhe atina ka me kthyr rrena. Ta kupton? Ai metet i pandihmum. Dhe çështja e këtij muslimani me çështjen e Musës alayhi salam është çështja e jon me çështjen e njerëzve të cilët kërkojnë që mbi njerëzit gjykohet me atë që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Dhe nëse njerëzit të cilët kërkojnë më kthye fjala e Allahut jetë mbi të gjitha fjalë, nëse ata nuk janë të vërtetë, nuk e kanë hak, nuk e kanë drejt, pa alayhi kadhibu, ata kanë i poshtruar Allahu dhe me nënçmu.
Nëse janë njerëzit të drejtë të vërtet, atinve ka mi avdhona Allah subhanahu wa ta'ala atë që janë të lyp. Ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiy as-salihun." Thotë Allahu na ka shkruar në Tevrat dhe në Injil dhe në Kur'an se sundimin e tokës Allah ka mi avkthye robërve të Allahut të ndershëm. Në hadithet shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka ma ardh fjala Allah, dini Allah, gjykimi sipas ligjit të Allah dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjithë secilin vend ku deporton rrezet e dillit. Tash këto që lypin shariat, çka janë? Janë të prish fen me një. Më thojza, edhe janë të bë fesad. A nuk janë çdo lajmet që vinë për njerëzit të cilët e lypin gjykimin e Allahut subhanahu wa taala? A si keni një çdo fjalë? Të fjalën. Njerëzit të cilët kërkojnë, ata s'do kur gjë tjetër, vetëm kërkojnë që të gjykohet me atë që ka thënë Allah. Për shkak se kështu do të më gjykohet. Dhe nuk bën me u gjykuar me atë të cilën ka thënë njerëzit. E Musa alayhis salam thënë kështu. Me besu Allahun e vetëm dhe me punu që ka thënë Allah, jo me punu që ka thënë Firauni. Çka thënë ta për Musa, thënë pe prish fen. Çka po bën tjetër, po bën fesad. Çka thënë tash për njerëzit që kërkojnë fjalën e Allahut? Thënë janë të prish fen. Dhe janë të bo shkatrime. Se shkatrim koka me këthyje sundimin sipas fjalës e Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jesor shkatrim me këthyje sundimin sipas fjalës e Allahut. Po këta kanë bën shkatrim. Këta kanë shkatruar, kanë pruar deri këtë gjendje, këtë drejtë punën, pastaj kur vijnë njerëzit të cilët dëshirojnë me rregulluar çështjen, ata të cilët e kanë prish pretendojnë për ata që dëshirojnë me rregullue se këta janë të dashur me prish. Në fakt, ata janë të dashur me prish ata që kanë prish këta, që kanë rregulluar në themelet e kufrit, mirë po nuk llogaritën prishës ata të cilët dëshirojnë me rregullue, ata të cilën e kanë prish, ata të cilët nuk e besojnë Allahun, as nuk e besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash çështja është e njëjtë, e ngjashme. Se ne kemi me hecë ngjashëm, që kanë hecë pejgambert për para, duhet me hecë e të lusim Allahu subhanahu wa taala që na mundson dhe neve kam na godit ajo që i ka godit pejgambert dhe shokët e pejgamberëve. Ona tjetër kanë me hecë sikur kanë hecë baballarët e tyre kundërshtar të pejgamberëve, edhe kanë mi pas ato metoda që kanë pas ata kundër pejgamberëve. Se ne nuk kemi nis sot fenë. Do thonë që na kemi fenë, ata që nuk kanë fenë, ata është me këshir se çysh, po jesë me na çka me ecë ata. Jo, na është e ditur se çysh duhet me ecë, dhe ata kanë ditur se çka me ecë. Ne kemi me ecë, nëse dëshirojmë me qëndruan atë që kanë qëndruar pejgamberët, do të me ecë sikur kanë ecë pejgamberët. Me punu sikur kanë punuar ata dhe shokët e tyre. Tash nëse punojmë na sikur punojmë ata, kanë me na godit neve të ngjashme me ato që kanë godit ata. Është marrë ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, çish kanë ecë ata, çka kanë bërë ata? Kanë bërë këta. Çka i kanë godit ata? Kjo. Edhe ty do të më ndodh njëjta gjona ose të ngjashme nëse mendon se je i ngjashëm me ata. Se nuk ka mundësi ti mu përngjasu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e me jetuar si Abu Jahli. As nuk ka mundësi mu përngjasu me Musa alayhis salam me jetu si Firauni. As nuk ka mundësi me përngjasu si Haruni, a me jetu si Karuni kënena. Do thonë nuk hecin bashk. Nëse mendon me ecë nga që ecë Musa, do të më të ndodh ngjarje të ngjashme të cilat i kanë ndodhur Musës alayhis salam. Nëse duke vështirë, duke të papërballueshme, atëherë këta e din ka Firauni. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Thot Allah, na kemi sqaruar rrugën e drejtë, kush don më bëj musliman e të bëhet, kush don që duke të vështirë më bëj musliman, të bëhet kafir, kërkush nuk ka të anon. Për zgjedhjen që e ke bërë për Islamin, inshallah merr xhenetin, për zgjedhjen që e bën për kufrin, e merr xhenemin. A më përzi punë. Me thonë se unë jam pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe jam pasuesi Musës alayhis salam, edhe Isës alayhis salam, e pejgamberëve të tjerë, e Ibrahimit alayhis salam, a me ecë me punë, sikur që ka pas Firauni, e Abu Jahli, e Nemrudi, këto punë s'bën kështu. Tash këto nuk ndrohen. Do thonë se ti e ke besimin e pejgamberëve, a më njetë nuk dënë me të ndodhë gjona që i ka ndodhë pejgamberëve, pa dënë me jetuar me gjona që i ka ndodhë qëfarëve. A normal se ato qëfarët kanë përjetimin këtë dynjo, nuk ka dyshim, dhe pejgamberët kanë sprova, edhe kanë pas sprova, se Allah subhanahu wa taala nuk ka bon dynjon vend në cilin kënaqen pejgamberët e Allahut.
në vend cilin jetojnë pejgamberët e Allahut, ka bon dunja në vend me cilin sprovohen njerëzit, edhe pejgamberët e Allahut, mos anena me mor kënaqësinë të xhenetit e Allahut subhanahu wa taala. Nëse do me mor këto, kështu sikur pejgamberët. Nëse do me u kënaq dunja e me hub ahiretin, atëherë në dunja kush kënaqen? Ata që nuk janë musliman. Dhe ato me argumente, jo me fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith thotë mos më tut se kanë ardhur disa njerëz kanë folur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa fukara. Edhe sahabët fukara me sprova, me lufta, me ato, kanë ardhur disa, Rasulullah, oj dërgu me Allah, ta apelu te Allahu me të na jep neve. Pasuni çish po kanë që fort. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos më marr keq se lakmojnë muslimanët. Se marr keq se lakmojnë muslimanët. E kisha lutë Allahu subhanahu wa taala çofarve edhe shtëpiat, edhe derat, edhe praxhit, edhe kulmat më bot arit. Në këtë dynjë. O lakmojnë muslimanët në hau kënaqën këta, e s'po bëj këtë do. Se ata që këtu kanë këtë dynjë, ata s'kan më diçka tjetër. Ata s'kan me një kënaqësimo kur pe momentin që të vdesin. Ilal abad, deri pa fund kur hiç. Ata s'kan me pa kënaqësimo. Tash njëri veç më kanë shumë të maqarë, me thonë, hajta as këto s'pja vlom hiq, edhe? Se këta, në tam, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an, me pas, pejgamberi sa në hadith, me pas kjo dynja vlerë, sa një krah i mickojës, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e kështon ati që kafir. Po për shkak se s'ka vlerë, dhe ne nuk jemi me jetua, me u dëfryen këto, me ata që dëfryen që fort, Allahu subhanahu wa ta'ala ka mundësu atëve me përjetu këto, a vlera është përjetimin ditën e kiametit. Argumenti i dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë hadith, ditën e kiametit, veç një moment ka me hije në xhenet, njeri i cili ka vujt më shumë të në këtë dynjë. Masi që ti në xhenet, Allahu subhanahu wa ta'ala e pyet, thot, a ki vujt në herë ti? Qka thot ki? Kur, thot, s'këm vujt. Thot, unë jem knaq, është të dajma. Njëru i dytë, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i cili ka përjetua më shumë të knaqësim këtë dynjë, apo? Veç një moment Allah ka më shti në xhehenem, e ka me pyet, a ki përjetu knaqësin e herë, që ka me thonë? Ka me thonë kur. Këtë mësimi që është interesant për kësaj nga është njeriu i cili ka vujt më shumë të kuhin? A i cili ka përjetu kënaqësi më shumë të kuhin? Kjo është ajo sekreti ose ai mësimi i mrenshëm që nxirret prej këtij hadithi se njerëzit të cilët vujnë për hatër për hir të Allahut subhanahu wa taala kanë sprova, se pejgamberi sa më ka thënë hadith më shumë të që ka më sprova Allahu pejgamber, thumma al-amthal, pastaj ata të cilët janë si pejgamber, pastaj ata të cilët janë si pejgamber. Kush pas ka më më shumë të pra? Ata të cilët janë si pejgamber, ata të cilët janë si kundërshtar pejgamberëve. Ata të cilët janë si pejgamber. Kush ka më përjetu kënaqësi më shumë këtë dynjë? Ata të cilët janë si pejgamber, ata të cilët janë si kundërshtar të pejgamberëve. Ata të cilët janë si kundërshtar të pejgamberëve. Ata kanë me marrë dynjë, disa përjetime, edhe me shkuën në xhehenem. Ata të cilët janë pasues të pejgamberëve, ata normal se kanë me pas vështirësi. Kjo nuk do me thonë se ata nuk duhet me përjetu kënaqësi, jo, absolut. Për shkak se pejgamberi ka përjetu kënaqësi, por se, do thonë, kur çështja është më përgatitën për sprova, për shkak se nuk mundet me kalue një besimtar pa u sprovue, nëse dëshiron me qëndruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sprova nuk është më sprovue veç një ditë e me të kalu kjo, por si të hekën në sprovë ka më të në sprova më madhe se kjo. Të hekët ajo ka më një tjetër ajo më madhe se kjo, edhe kjo ka me vazhduar deri në momentet e vdekjes. Për këtë ka thonë Allahu subhanahu wa taala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", ti dush me vazhduar me qëndruar në ibadet, edhe në sprova, edhe në gjithçka që të godet tyje, hatta ya'tiyaka al-yaqin, derisa të vjen vdekja që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Atëra çështja ishte te besimtarin kuën e Musës alayhi salatu wasalam, kontributi i atij për me mbrojt Musën alayhi salatu wasalam, edhe kontributi jonë për me mbrojt njerëzit ose për me përkrah ose me ndihmua njerëzit të cilët janë si Musa alayhi salatu wasalam. Edhe se nuk ka arsye, as nuk ka mundësi dikush më arsyetuar më thonë se unë nuk muj se është situata, se kërkush për neve nuk ka më vështirë se sa që ka pas ky në pallatin e Firaunit. A kuptu? Kërkush prej neve
Nuk ka më vështirë se sa ky që ka pasur në pallatin e Firaunit. Dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kur shef keq të fol për musliman, dushmenon. Të rrejt për musliman, të kru vendime me i mytë musliman, ata të shkojnë bashkë me këta, binë vendime me musliman, të hala me nojnë që janë musliman këta. Shkojnë disa në thujza musliman, me punua me qafira, në venet ku qëfar ka luft me musliman, edhe falin kapi aty me falin pas vakë, thotë mashallah, të qënë të qafir, pa shkak se, kënë ndihman kundër muslimanve, edhe i ndihman për ata cilët dëshirojnë me nalë fejnë Allah dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e parë ishte kur dëgjon dikush për muslimanëve lajme, plane, të jo muslimanëve për musliman do të më lajmëruar muslimanët. Musa alayhi salam a ka lajmëruar se Firauni ka me të myt? A ka lajmëruar? A ka lajmëruar? Kush e ka lajmëruar? Një musliman. Që ka qenë njeri i mirë cilën e ka përmenë Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Ta shka bojnë musliman? Me ditë musliman planet muslimanëve se kanë për me myt dikon për muslimanëve, shkojnë i lajmërojnë ata që janë musliman rrunë se kanë musliman të përgatit kundër juve. A do të shto? Kështu është. Do muslimani kur din diçka ndonjë lajm të rëndësishëm për jo muslimanëve, do të më avsjell lajmet muslimanëve me kallëzuar se shka janë të menua ata cilët nuk janë musliman për musliman. Në një, në dy, nëse i jepet mundësia muslimanit me fol para këtyre njerëzve, edhe kundër këtyre njerëzve, do të më kallëzuar të tjerëve se këta që janë të pru këto vendime, këto të cilët janë dëshpi muslimanëve, to janë ata të cilët janë të prish fen, kurse muslimanët janë ata të cilët kanë argumente se muslimanët nuk janë të punuar me ata që ju thot koka atinve, as me ata që ju thot efshi atinve, po janë të punuar me ata të cilën e ka thonë Allahu subhanahu wa taala dhe e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëre përfundimi i çështjeve është kjo. Gjithsesi prej neve e ka detyrë, e ka obligim me ndihmuar fenë Allahu subhanahu wa taala. Gjithsesi, s'ka dikush më thonë që unë s'kam obligim të ndihmoj fenë ata të tjerë. Dhe kërkush prej neve nuk do të më prit më rregullu dynjaja krejt, e ku me veç katun jot që s'ka hin sheria tani ti më dal më thonë se edhe unë jam pjesë e njerëzve që kanë bërë shariatin. Jo. Po gjithsesi do të më dhon kontribut me atë që ka mundësi. Me dhon kontribut me atë që ka mundësi për në ardhë fjala e Allahut dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fjala e Allahut edhe suneti e pejgamberit sa kanë me ardhë nuk ka dyshim. Se këto janë premtime që Allah i ka përru në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë hadith. Ato kanë marrë, nuk ka dyshim. Dhe kush dyshon këto, ai ka problemin e vet me çështjet e besimit. Mirë po, çështja metet se a ke dhënë ti ndonjë kontribut në këtë punë? A ke ndihmuar ti diçka që më ardh me sundue fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Qof duke fol mirë për ata që e bën këtë punë, qof duke fol keq për ata që i pengojnë ata që e bën këtë punë, qof duke bë ti vetë këtë punë, qof të ndihmu me pasunisë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ose me diçka që të ka dhënë ty Allahu. E keqja atë keqja është me ne ti me prit. Kur po vjen me diu, ja kur po zbret Isa alayhi salam, ja kur po bëhet e kur bëhet kjo, me ne me prit. A muslimani zëmën me prit. Muslimani me dhon ti çata që ti pejte e ka lypa Allahu subhanahu wa taala dhe ty të ka dhënë mundësi. Nëse Allahu subhanahu wa taala të ka dhënë ti një mundësi, shfrytëzoje për Allahu subhanahu wa taala. Se kretë çto që ne ka thënë Allahu, që ne ka dhënë në dorë që i kemi. Nëse ka dikush pasuni, ose nëse ka dikush deturi, ose nëse ka dikush fuqi, ose gjithçka që posedon dikush prej neve, ato duhet më ia dhon Allahu subhanahu wa taala. Duhet më ia dorëzuar Allahu subhanahu wa taala. Me shfrytëzuar për Allahun subhanahu wa taala. Çka bëhet puna një besimtari? Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë dituri, ai diturinë e vet me shfrytëzuar ndihmë që farë kundër muslimanëve. Çka ka bëu? Ose pasuninë tonë, ose trupin tonë, ose heshtjen tonë, mjafton ti me hesht. Veç me shujt, me qysh ka po bëhet. E që ka shumë tash që qyre shka po bëhet, s'folin. Me fol keq për çfarë? Kanë dyshim se ku më ditë mos po bëhet ndajsen. Me fol keq për muslimanës nuk bën, me fol mirë për ata s'mund, me prit. Nuk bën. Atëra nuk lejohet me ne të heshtur. Nuk lejohet me i kundërshtuar muslimanët. Nuk lejohet me ne të heshtur. Po duhet me dhonë që ato që ta ka dhonë Allahu subhanahu wa taala, me larguar përgjegjësinë tonë pe vetes tonë,
në ditën e Kiametit me dal para Allahu subhanahu wa taala dhe ti e ke kryer ata manet që ta ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, ose i besu pe Allah, e na lutim Allahu subhanahu wa taala që t'i bënte na cilësitë e muslimanëve të mirë, cilësitë e muslimanëve që kanë ndihmuar pejgamberët përpara e që ndihmojnë edhe atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.